Emra s'patën, Po jo, ku s'ki emra, s'ki alternativ. Qëtë kandidat që ban gabim ajo se ti po lyp kompromis, ati e bashkë qaj që s'po ban kompromis. Po mirë dhe që letë... Ti kite drejt të dush, si pas mendimit tem politik, unë mendoj që që jam i propozum, nga ana jote nuk unë flen mu në dëshirën teme, vullnetare s'ta votoj. Po që votojnë, natyrisht, a i mundet ashtë mendu me qitë Gjelolin. Ta zonë, po prapë që votuj. Që kjo ashiqohe do të rendën në shoshni, në politike, vetë kuptohet. Ministrat që kanë shohë në të ditë, nuk ja voton të kuvendit Kosovës. Kote ko. E qëtë Fikrim Dankan. Jo, mërë, po që... Drejtëm da thonë une... Drejtëm da thonë une... S'ma për prezident. Shiko, une patkeqen e kërkujt nuk i nënqmoj asni njeri gjallë, mikit dhej. Po dikush është për politikë, dikush s'është për politikë, dikush është për revolucion. E valla në demokraci parlamentare, e një shtetë të orientuar ka vlerat e përbashkëta evropiane, perëndimore, domethënë nuk ka me pas revolucion. Kryezio për ty si do duk opozita, do duk që është duke dalë jashtë asaj. Natyra kryetarit parlamentit është një farë punë administrative, është kryetar, po ai duhet me qenë natyrë qetë. Këto është kryetari gjithë deputetëve. Edhe deputet kanë drejt me folë gjitha këto dhe debatet duhet zhvillohen, mas më kojnë ngurt. Kjo kategori, për shembull e ministreshe, se ato të përmend ministri i punëve të brendshme, nuk i përshtaten me kryetar të parlamentit, si përshtaten, se individi në shoqërinë demokratike është shumë i rëndësishëm. Tepër rëndësishëm është individi. Kështu që duhet me gjetë një figurë konsenzuale, s'është më rëndësi, dhe më thonë, është e vetë vendosur. Saranda Bogujev si shembull dhe Shqipe Selimi? Mundet me qenë, për sipas mendimin tem. Saranda ka qenë nën kryetare. Nën kryetare ka qenë ka përvojë, edhe veç mos me pas konflikte. Po. Se kryetari i parlamentit më kon konfliktoz është pak problem. Nuk shkon. Shkon për natyrën se parlamentarizmi. Okej, a shkojmë pak e adresojmë çështjen e shikuesve apo pati dikush tjetër për opozitën, Drenor? Pati për opozitën apo vazhdojmë me shikuesit? Po, shumë shkurt po mundohem. Atëherë, unë besoj që ato që u thanë së në kuvend janë shenjat jashtëzakonisht të mira që megjithatë mund të ketë një konsenzus për një emër, dhe kjo në fakt na duhet. Po unë besoj që PDK-ja po e lun kartën që ma shpejt mu zhbloku kuvendi, që ma shpejt për me dalën si përfaqe a e ban as e ban qeverin, për me dit me shku me hapa tjerë. Hapa tjerë janë o nxjedhjet jashtëzakonshme, ose me provu me lut LDK-n që ne nuk besojmë që hyn fare në qeverin. E zbutë mendimin. Po thash të njerë, unë mendoj që absolutisht LDK-ja nuk hyn, po prapë se prapa ta kanë me provu. Pra PDK-s nuk pi konvenon që kjo kuh. Unë jam i sigur që PDK-ja e para ka me lëshupe. Ka me lëshupe që me votu një kryetar të kuvendit, unë e të pak të gjyshe parë sot, me votu një kryetar të kuvendit nga vetëvendosje për kuptohet që ju Albulina Haxhiun, sepse i duhet që kjo çbllokim. Sepse momentit që zgjedhet kryetari i kuvendit dhe kryesia e kuvendit hym në afate ligjore ku janë të matshme, mbas janë të shkurta. Po pajtoheni, duhet 15 ditë do shopi peshiçeri. Kundërshtorëve rivalëve politik, ish opozitës, po ju duhet me zhblloku, me ecë përpara. Po Albini o kolegë s'po do, nuk po i duhet Albinit. Ju qitu s'pe analizoni atje. Albini ka kohën e dyja sepse është në pole position. Apo mund me bëj gol. Ja, nuk është të bëj gol, është ja zbut pak kërkesat e parësyshme. Ti menon që në shtetë bëhet hajgora, po? Ti po mendon ashtu. Po ti tha kohën e botës. Jo, unë e di, zoti dënoj që unë e di që shqiptarët e kanë kohën e botës, prandaj jemi ku jemi, me kombi maj bonu në botë. Zoti Shala, si kur të kishin qenë, sa ajo është taku me minoritet një serb. Është taku, madje edhe publikisht edhe u takua me këtë. Si kur të kishin pas kërkesa ma normale ata zotri. 3 votat e nismës prej fillimit u dije që ishin, sot ishte kry edhe kuvendi, ishte konstituu, edhe kështu pas qeveri. Çka s'është normale dënor? Jo, dëgjoj. Te kërkesat e tyne. Po kërkesat janë po ky si jep, sepse ka marrë 48 48 deputet i ka marrë. Po çka s'është normale? 48 deputet dhe sa me 3 deputet Këshyrim Jakob gjysën e qeverisë, atëherë val po diçka nuk shkon. Dhe krejt me të drejtë, zoti Kurti mundet me na zgjedhë me thon qytetarëve, unë nuk jam si ata të tjerë. Për shta se sa me ata tjerë për kire votu këtë shumë. Orët në një fitilin në zgjedhjet qershorit. Mune zoti Kurti me na shumë zgjedhje. Duhet prapë konsenzus me partitë opozitore me na shumë zgjedhje. Sepse presidenti ja venduar zotni.
Nuk mune Zoti Kuti me bo qa do në këtë vend. Okej, s'kemi ma kohë. E, ka zoni popullit Kosovës që Zoti Kuti s'mun me bo qa do në këtë vend. S'kemi kohë, po do të adresojmë edhe këtë çështje.